Mirëdita të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Jemi në podcast Labirint në Tru. Realisht jemi me një të ftuar tepër të rrallë, nuk del shumë në media, është karizmatik, është mendimtar, është akademik i shquar për sa i përket mënyrës se si ka shkruar librat. Librat e tij mua më kanë bërë përshtypje të jashtëzakonshme. Përveç se kanë një lingvistik fantastike, gjuhësore të përkryer, kanë dhe të vërteta të pamohueshme që i sjell sot në podcast Labirint në Tru. Ndaj veshët, më preheni mirë sot të dashur dëgjues, sepse kemi një personazh që do ju pëlqej shumë udhëtimi duke dëgjuar sa të vërteta. Mua më pëlqen ta nis me një thënie. Një drejtues policie i aftë udhëheq me disiplinë, fiton me drejtësi dhe respekton me integritet. Policia një labirint i pazbuluar, kuriozitet, mister dhe reflektim njerëzor. A do mundemi ne të japim një përgjigje të plot për situatën në cilën ndodhet policia, polici thjesht, drejtuesi dhe gjithë strukturat e policisë shtetit dhe jo vetëm. Në Shqipëri dhe kudo nëpër botë, sepse bota tashmë është trazuar paksa, nuk është ai rendi që ka qenë dikur në vitet ndoshta para 90-s ose 90-2000 ose 2000-2020. Për gjitha këto ne kemi ftuar sot një personalitet të shquar siç është Mithat Havari. Mirë se erdhe në Labirint në Tru. Faleminderit. Denisa, fjala për ty. Përshëndetje Joy, përshëndetje edhe për të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio. Dërgojmë një përqafim virtual për të gjithë ndjekësit tan. Është shumë e vërtetë dhe bërë një prezantim vërtet dinjitoz për zotin e nderuar Mithat Havari që e kemi sot të ftuar në podcast. Dua të bëj një prezantim të shkurtër, edhe pse meriton të bëjmë një prezantim shumë të gjatë faktikisht. Zoti Mithat Havari ka mbajtur disa detyra shumë të rëndësishme në nivel drejtues, në disa qarqe të vendit. Drejtor policie Noel Basan, shef kabineti i Ministrisë së Brendshme, drejtor policie në Berat, drejtor i policie në Shkodër, drejtor i përgjithshëm i burgjeve, drejtor i policisë së Tiranës, drejtor i drejtorisë së përgjithshme të policisë së ndërtimit. E mbylli karrierën në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Ka mbajtur gradën më të lartë kolonel, i dekoruar 2 herë nga presidenti i Republikës për merita të shquara. Ka bërë trajnime në vende perëndimore, ka botuar 2 libra, mes 2 epokash si dhe dosja 4171. Mirë se erdhe zoti Mithat dhe përgëzime për të gjithë karrierën tuaj të jashtëzakonshme. Më tepër na duhet për të kuptuar se si ka udhëhequr një drejtues policie në 3 epoka. Po një polic që s'është i korruptuar, po një personalitet i cili i ka dhënë shumë autoritet vetes për të zbatuar ligjin, më tepër se sa për të pasur disa para me një anë, po e them shumë popullor që këtë pjesën. A jeti në këtë pjesë të artë të policisë shqiptare dhe a mendon që mbijeton një drejtues i lartë i policisë nëse është i ndershëm? Po, kjo është një pyetje, si thua, gjithë përfshirëse. Po, sigurisht. Edhe unë do mundohem që të jem çiko inciz, se dhe minutat tuaja janë të arta, mos kalojmë ato standardin. Sigurisht që policia e shtetit është një nga struktura më të rëndësishme të çdo vendi demokratik të botës, sepse me në mbrojtje jetë një njeriut pron shtetin në tërësi. Që të jesh drejtues i lartë i policisë së shtetit, me siguri duhet të kesh sa parametra, duhet të kesh arritur ca suksese të rëndësishme, dhe të kesh informim të lartë, intelektual, profesional, njerëzor, sepse që të gjitha janë të ndërthuara me njëra tjetrën. Duket u kam qenë i shënjuar që të punoja në këto struktura të rëndësishme. E bukur kjo njerëzor. A mundet një drejtues i lartë policie të jetë gjithnjë njerëzor? Po, mund të jetë njerëzor sepse episodet e mia, siç thatë ju, unë i kam shkruar në historinë e jetës time mes 2 epokash edhe këtu s'është vendi për të thënë. Sakt. Po kam shumë raste njerëzore që i kanë bërë, njerëzit më kanë besuar. Për shembull, kur një person ka kryer një krim, është dashur të vinte reparti special Renea për ta nxjerrë nga banesa. Unë ka pasur 2 raste që i kam nxjerrë vet. Njerëzit më kanë besuar dhe kam shkuar direkt me duar në xhepa, pa armë vete, i pa armëtosur dhe unë kam marrë në dorë vrasësin. Për cilat vite bëhet fjalë? Bëhet fjalë 97 në Berat,
edhe në 99-2000 kur kam qenë drejtor Tiranës. Mendosh që kanë qenë vitet të jashtëzakonshme për nga vështirësia? Po ishin vitet e jashtëzakonshme, ishin vitet e luftës civile, do ta quanin bota. Absolutisht. Që armët u derdhën në sheshir, u zbrazën magazinat edhe dihet ku përfundoi populli shqiptar dhe shteti shqiptar në tërësi. Kështu që mu kam patur ato parimet e mia strikte, kam marrë parasysh riskun, kam patur kosto në karrierën time, sepse njeriu i ndershëm shoqëria shqiptare nuk e do. Nuk bëhet fjalë për vetë për struktura shtetërore, të cilat mbarti me vete kur kanë njerëz të tillë përpara, kanë dhe probleme, si i thonë ata italianët, la gelozia se gjithë do të shprehjen e dur, po gelozia është një kafsh. Një smundje e rëndë. E egër, po. Që bryn nga brenda. La gelozia una brutta bestia. Që përkthehet, gelozia është një kafsh e egër. Dhe kështu që duke mos arritur dot vet nivele standarde të tilla, respekt në sytë e opinionit, besimi që ata kanë te ty, atëherë vjen stërgomshat dhe më kanë penguar shpeshherë në karrierën time që sigurisht e kanë paguar me kosto, përjashtuar morale që unë s'jam dorëzuar asnjëherë. Por që është shumë e rëndësishme ti jesh mirë me ndërgjegjjen dhe me moralin, besoj zoti Havari. Po në këtë gjithë përfshirje, pyetje shumë e gjerë, por që unë e di fare mirë që ti mundesh të japësh përgjigje, në 3 epoka, çfarë do kishte bërë Havari ndryshe me policinë e shtetit? Unë do kisha bërë të njëjtën që në fillime. Kur unë ka filluar në Elbasan, drejtor i policisë Elbasanit, në atë kohë quhej kryetari i degës rendi publik, sepse ishte përmbysja e regjimit. Po. Kam bërë një betim solem vetë, ktheva portretin në jug të Elbasanit nga Bie Shkumini dhe u betova që pra bërë një betim vetes dhe Zotit. E kam shkruar në libër këtë episod dhe unë pretendoj që kam thënë të vërtetën. Kështu që qysh atëherë unë fillova të ngjisja karrierën me punë të jashtëzakonshme. Elbasani për shembull ka ndier shumë ndryshimin politik në kuptimin që u rrëzua diktatura dhe eri demokracia. Sakt. Ekonomik po e kanë, sepse u mbyllën fabrikat e tjera, ato 80% që ju i dini shumë mirë nga historia, kurse rendin ata nuk e ndjen, sepse unë nuk bëra një lloj krasitje, si i thonë, në policitë që i mbajta gjithë në punë, nuk largova asnjërin. Edhe ata që më kishin arrestuar, që ndruan aty me mua për të vendosur, si thua, rendin në kushtet e demokracisë. Pra në të 3 epokat ti do ishe po i njëjtë, a? Absolutisht. Po me ndryshimin e teknologjisë së strukturave policore, tani kanë dalur pafund filmimet, videot me telefona, me celularet që s'kan ekzistuar më përpara. Do ishte më e vështirë sot drejtimi në policinë e shtetit, mendon? Shikoni, për të kuptuar edhe çfarë ndodh me psikologjinë e një drejtuesi tani. Unë e kuptoj, e kam shumë të qartë. A i gjendet edhe para një presioni psikologjik me telefonin, a? Se ndoshta duke drejtuar një mbledhje, një drejtues i lartë i policisë incizohet, dhe është duke thënë një gjë njerëzore, ndoshta krejt njerëzore. Të kontrollojnë jetën private i bëjnë që të gjitha. Unë në këtë drejtim këto nuk e kam marrë në konsiderat. Mund t'ju them që një ministri i brendshëm X, pa e përmendur emrin, në libër e kam shkruar, bashkë me strukturën e vet, duke mos më kapur dot në situata me kontribut me punën, tentuan të më kontrollonin jetën private për të më eliminuar. Për sigurisht dështuan, sepse vetë ata e kuptonin, njëri prej tyre tha unë s'marr pjesë në këtë operacion sepse drejtori jonë është emërtesë e kryeministit. Dhe kështu që u prisi thua në një mënyrë plani i tyre i turpshëm, do thosha orguzi. Qofse e me duart pastra, le të ketë kamera, le të ketë çfarë të doj. Njeriu gjën dhe kurajon edhe kërkon dhe ndjes qofse bën një gabim. Sakt. Por rritet teknologjia, po duhet rritet dhe aftësia profesionale e gjeneratës. Duhet shkojnë krahas, pa diskutim. Sepse ato shkojnë paralel. Po. Krimi sigurisht gjithnjë tenton të jetë i sofistikuar dhe i hap përpara. Është një hap para policisë, ama nëse policia punon në mënyrë të ndershme, atë ka pa hinu, ka ku të shkojë. Denisa? Zoti Havari, si ka ndikuar familja juaj në përzgjedhje që e keni bërë, qoftë në jetë, qoftë në profesion? Po, kjo është çështje fati. Baba im thoshte që short është gruaja. Sigurisht në 2 krahët. Edhe
për burri për gruan dhe gruaja për burrin. Duket kam qelluar në shenjë. Shpeshherë prindërit priren që të drejtojnë fëmijë drejt një profesioni. Kam thënë dhe në libër dhe në jetë dhe në televizion që unë një sy e kam patur te punë e shtetit, detyra shtetërore dhe një sy e kam patur te familja. Dhe sigurisht që rezultatet i kam marrë dhe kam rezultate të larta në drejtim të edukimit të shkollimit të fëmijëve, mbase këtu s'është vendi që ata dëgjuesi mos na thonë siç bëjnë zakon shqiptarët, dhe në shqiptarët janë shqyrë që nga goja, kanë dhe ato kodet që dhe të ofendojnë, janë pa emër, zdalin me emra, në një mënyrë që quhen patronazhist, por për mua janë këta bashkëpunëtorë të ri të sigurimit të shtetit, dhe janë demokraci kuptohet në dy krahët, dhe kur shohin që portrete që ata nuk nepsin dot, sajojnë se ai që ka nëse mund të ketë një akuzë të vërtet që e bazon në ligje të tjera, ja ku jemi ballë shohim gjykatë dhe zgjidhin. Por ata kanë zgjedhur rrugën e errësirës. Dhe kështu që do i quaj ata mingjirizesh që kështu kanë kaluar jetën dhe bashkëpunëtorët e sigurimit dikushëm, të njëjtën gjë. Unë jam tabel vajz, po të quaj kështu se kam dy vajza. Edhe jesi drita. Vajza shqiptare. Dhe ju të keni me të gjatë vajzat. Unë kam qenë tabel, dhe po që ndërve tabel do hash plumba. Unë jam ullur poshtë tabelës, që të mos ka plumi, kështu kam preferuar më mirë tabelën dhe është më bukur kështu. Në fakt është shumë e rrallë që të kemi një figurë kaq fisnike në këtë fushë në vendin tonë dhe më vjen shumë mirë që dëgjoj kaq shumë humanizëm në këtë aspekt. Zoti Havari, duke qenë se prekom aq sa kemi mundësi për minutazhin që e përmban Labirint në Tru, kush është një labirint i pazbuluar tek policia e shtetit që ka të bëj kryesisht me familjen, me qenë se Denisa të bëri një pyetje për familjen tënde që më kanë mbështetur dhe ka qenë një short që më ka rënë nga bashkëshortja. A ka sot në marrëdhënie me familjen një ngërç ose një labirint të pa zbuluar në marrëdhënie me familjet tek policia e shtetit dhe punojësit e policisë shtetit? Shikoni zonjë nderuar, 35 vjet me ato karrierat e mia, ngjitje, zbritje, jo për dëshirën time, të njerëzve që s'u ka pëlqyer. Kam qenë mos harrojnë dhe 2 herë kandidat për drejtori i përgjithshëm të policisë shtetit. Dhe më kanë, si thuash, më kanë penalizuar. Këta që janë underground, që nuk durojnë dot. Në qoftë se unë ja kam dalë kësaj situate, po ju them një gjë që familja ime s'ka patur asnjë presion nga botë e krimit. Asnjëherë absolutisht. Gjë që është shumë e rëndësishme. Pavarësisht që unë vetë kam qenë vigjilent, ama s'kam marrë asnjëherë. Unë personalisht s'kam marrë asnjëherë. Kam tentuar një herë me ekzekutojnë, kam qenë drejtori i drejtorisë së përgjithshme të policisë ndërtimit, Kastriot Jehupi, që sot është vuar në burg përjetshëm në Peqin, që ka vrarë Iling Gresin. Ishte betuar të më ekzekutonte dhe fati im ditë unë isha në zyrë, isha në një detyrë shtetërore, tjetër dhe unë nuk kam ato raste tjera. Që do thotë kjo? Do thotë që edhe krimi vet të respekton. Nëse ti je i drejtë dhe nëse zbaton me përpykmëri ligjin, më kanë dërguar mesazhe dhe këtë nuk kanë nevojë të më thonë ata, unë di veten time. Unë dal rrugët vetëm, unë nuk kam marrë bodyguard në detyrë shtetërore të më të larta që kam patur. Pra një kosto personale dhe familjare nuk e ke pasur, a? Në kuptimin e krimit, po themi, ose të agravimit të situatave. Mua nuk më shkojnë këto të sajoj gjëra që nuk ekzistojnë, që nuk kanë ndodhur. Por kaq mjafton që në luftrat, nëse do të quajmë luftrat e betejat e mia kundër krimit të organizuar, sidomos 97 në Berat, ku janë ekzekutuar nga dorë e shtetit me polici që drejtojnë 2 persona të botës krimit, s'jam pak, dakord. Edhe unë nuk kam patur në mënyrë absolute, përveç rastit që ju thash, nuk kam patur absolutisht asnjë lloj presioni, zero. Shumë faleminderit për këtë përgjigje shtërruese që na dhat. Kemi 1 minutë publicitet sepse duam të respektojmë edhe sponsorët tanë. Fjala për ty, Denisa. Më parë do të falenderojmë sponsorin ton Maniflex. Faleminderit që mbështesni podcastin Labirint në Tru. Maniflex sjell në Shqipëri standardin italian të gjumit me produkte 100% made in Italy. Kthehemi pas pak në podcast Labirint në Tru. Rikthehemi me zotin Havari për ca përgjigje të shpejta, të shkurtra, koncize, por dhe të drejtë për drejta, si di vetëm zoti Mithat Havari. Atëherë, çfarë përshtypjesh të përmbledhura, po themi në 1 minutë e gjysmë, ke për drejtorin aktual të policisë së shtetit? Shikoni, policia e shtetit nuk ka shpëtuar dot nga infeksioni malign,
kanceri malign i korrupsionit, ashtu si gjithë administratë shtetërore. Kjo s'ka lidhje me politikën, unë jam i depolitizuar, edhe unë depolitizuar. Jam njeri i lirë, duhet të them. Dhe më pëlqen që ti themi gjërat siç duhet. Vërtetë, përderisa bota e qytetëruar, ambasadori amerikan që do vijë i ri deklaroi luftë kundër trafikut dhe korrupsionit, do thotë që ne kemi probleme dhe kjo nuk mohet. Kështu që policia e shtetit nuk ka mundur dot që të shpëtoj. Bravo. Kjo gangren. Atëre janë larguar disa drejtorë, s'kan në emër. Ky zoti Hita, unë nuk e njoh se janë gjenerata që kanë ardhur pas meje, por mënyrën si drejtorin dhe goditjen e parë që bërin Sarand, ishte një veprim i drejt për drejt, edhe mua më jep shumë shpresë që duhet të jetë një zotëri i ndershëm, i drejtë. Dhe ai duhet vazhdoj, mendoj që HPR ishte edhe i vetëm trim në luftë. Nuk besoj se do ketë shumë krah, sepse unë e njoh strukturën e policisë shtetit. Sa e madhërishme kjo, i vetëm trim në luftë. Po doja dali mendon? Po unë kështu kam bërë. Dhe më ka pëlqyer. Po përderisa ja ke dalë ti ka mundësi që t'ja dalë zoti Hita. Dhe më ka pëlqyer. Ktu tani është ato e pengon vetëm një institucion, qeveria. Ata duhet ta lënë të lirë, me duart lira, që ai të ketë besim, mos e lëvizin të bëj 5 vjet që sa i takon me ligj. Dhe mas 5 vjetësh. Po ke prekur një pikë shumë të rëndësishme, një drejtues i lartë policie i shtetit ose i burgjeve pa bërë 5 vjet nuk mund ta zbatoj tamam. A mos ka ardhur koha që të ketë një mandat të plot 5 vjeçar një drejtor i policisë shtetit dhe i policisë burgjeve? Të gjithë janë larguar, s'kan bërë asgjë gjysmën. Sepse ti nuk ke kohë realisht për të zbatuar gjithë ato direktiva që kjo është direktiva dhe objektiva. Dhe objektiva që i vendos vetes. Po unë mendoj për të kam dëgjuar vetëm fjalë pozitive, një personazh i cili nuk ka patur asnjë lidhje me botën e krimit, s'ka asnjë lloj informacioni negativ për të. Dhe kjo mua më jep shumë shpresë dhe unë e mbështes fuqimisht. Kam parë veprimet e tij që duhet drejt për drejt duhet merr ndonjë s'është turp që ti jesh drejtori i përgjithshëm dhe mos merresh me një gjë për shembull që ti e quan sekondar, duhet merret. Sepse për shembull me atë ai televizion MCN. Po. Ku punon kam dëgjuar boll informacione. Policia e shtetit duhet merret se s'është marrë me xhtiu, s'ka informacion. Duhet të hetojnë në mënyrë që ti dalin të keqës përpara, se nesër kur shkojnë ata me Kalashnikove për të bërë hakmarrje atje, është e përvonë. Po, të përvonë edhe për punojësit edhe për njerëzit e pafajshëm. U bë një aksident në Elbasan, një personazh shtypi një fëmijë 7 vjeç, fëmijë. Drejtori i përgjithshëm sigurisht që ai ishte i lidhur me pushtetin, sepse opinioni nuk të fal. Duhet t'u japi direktivë, dërgoj ekspert atje që të si thua të bëjë një ekspertizë të saktë qarkullim rrugor. Kam merak edhe një pyetje. Ti ke gradën më të lartë kolonel. A zbatohen gradat në policinë e shtetit, sepse kur kam qenë drejtoresh në policinë e burgjeve, që kam drejtuar një burg grash, kam parë shumë probleme tek gradat. Të jashtëzakonshme. Ke shumë të drejtë. Kjo është grada më e lartë dhe unë përfaqësohem me gradën më të lartë që kam arritur. Në bazë, siç thashë më parë, detyrat e mia unë i kam marrë me meritokraci, jo me meritopolitik. Kështu që ajo grada më e lartë është marrë me djersë, me sakrifica dhe me mund. Dhe unë jam krenar, edhe duhet ta them këtë gjë sepse siç dihet, ju e dini shumë mirë, ne kemi edhe njerëz që nuk na duan, janë ata. Diskutim të gjithë. Dhe sa mirë që kemi njerëz që nuk na duan, se po të na duan të gjithë kemi problem me veten. Po i thonë një fjalë shpif, thot populli se diçka do të mbetet. Por kur del kështu ball për ball, me ta është mirë shumë se i vë përpara në një farë mënyrë dhe nuk u peshon shumë fjala. Por unë jam dakord me këtë gjë. Sidomos kanë propozuar një ligj të ri tani të policisë shtetit që të rikthejnë ish drejtorët e përgjithshëm, sepse janë të rinë mosh dhe digjen. Patjetër. Ky djali që ka fituar gjyqet. Gledis Nano. Gledis Nano, se babain e tij e kanë patur në Vartës dikur. Gledis Nano, 30 vjeç djalë i ri dhe këto janë emërime të gabuara. Drejtori i përgjithshëm policisë shtetit duhet vinë në moshë të paktën mbi 50 vjeç. Sepse ai digjet si figurë. Sepse edhe sikur, është investim. Po digjesh 30 vjeç, nuk është mirë. Po, sigurisht. Kështu që duhen respektuar gradat. Ti rikthesh ata, tash në policisë nuk shkon kjo punë. Ata kanë qenë drejtori i përgjithshëm i policisë është kulmi. Kulmi. Dhe aty marrë. Ti më poshtë pastaj. Dhe aty marrë misioni. Sakt. Denisa, në Let kemi librat e profesorit të ndëruar, akademikut, njeriu të letrave, të librave,
Që në fakt janë dy libra shumë e vlerë një personazh me një background të jashtëzakonshëm, nëse do të flasim për librat tuaj, pra për dy botime që keni bërë, mes dy epokash dhe libri Dosja. Çfarë ju ka inspiruar që të ndërmerrni këtë iniciativë për të shkruar dhe çfarë mesazhe keni dashur të përcjellni nëpërmjet këtyre botimeve? Shikoni vajzë, regjimi i shkuar mua s'më dha mundësinë që të studioj në universitet. Atë universitetin më kam bërë pas viteve 90. Dhe kam marruar në fakultetin Gjuli Letërsi në Universitetin e Elbasanit. Dhe unë kam patur prirje. Ndërkohë më erdhi oferta nga Ministria e Brendshme të vazhdoj. Dhe në fakt të libri dallohet që ke mbaruar Gjuhë Letërsi sepse ke punuar me një kujdes të jashtëzakonshëm. Po sigurisht. Dhe nga Ministria e Brendshme e kohës më erdhi oferta për të mbaruar Akademinë e Rendit, por unë nuk shkova. Se nuk më pengon ajo. Domethënë mjafton të kesh vullnetin, të kesh dignitetin, të kesh, si thua, të kesh atë dhëna, inteligjencën dhe i realizon gjërat. Mund të marrosh Akademinë e Rendit dhe një bllok, siç kanë dalë shumë të tjerë. Tani gjermanët thonë, një burr mbasi marron karrierë në të gjitha profesionet, fushat, duhet të shkruajë një libër në fund. Unë kam patur ëndër këtë gjë. Dhe dikur kam patur një lloj marrëdhënie me gjeninin e letrave shqipe Ismail Kadare dhe ai më frymëzoi, më tha që po ndërkohë edhe duhet të shkruaj sepse harruan gjërat. Kështu që unë titullova librin e jetës mes dy epokash, ku përfshin dy epokat e shkuara, regjimi dhe pas 90-ta, gjeneza e gjitha është libër politik, artistik, historik, i ka që gjitha, si thua, në një mënyrë për mlidhen, dhe është botuar për të parë në 2023-shin, është ribotuar 2024-ën, u ribotuar tani së treti në 2026-ën, bashkë me të, dhe Dosja 4171. Të gjithë të ndjekin sepse ti je personazh edhe i rrjeteve sociale, dhe më pëlqen ajo gjëja që i shtrin pak në rrjetet sociale. Shkruaj me përgjegjësi. Po, sigurisht. Nuk mund të bëj si shkruajnë ata. Pa diskutim se je figurë e lartë, kështu që keni libër në dorë? Jo, për të qenë sinqert. Po Dosja 4171, vajzë, është shumë e rëndësishme për gjeneratën, është dosja e sigurimit të shtetit. Unë kam qenë i përgjuar nga regjimi komunist për 9 vjet, zyrtarisht. Dhe dosja është autentike, sepse originale e man autoriteti dosjeve, po është e vërtet, aty s'ka shans që të ndryshë e tjera. Portretin ka realizuar piktori Mjeshtri Math dhe Lidon Aliti, i cili shkon në mes dy botëve, dhe ndërkohë peneli i tij lëvizte dhe unë Si jashtëzakonshëm edhe kopertina. Dhe kështu që unë jam shumë i lumtur që mbrita më në fund të botoj dhe librat, janë, si thuash, krenar për veten time, familjen time, po dhe për shoqërinë, për gjeneratën, që të mësojnë, të dinë se nuk është se kanë shumë njohuri se çka Kam një pyetje shumë kurioze e cila ka nevojë për një përgjigje. Urdhoni. Me qenë se unë vetë jam në botën e shkrimit librave, nëse të ofrohet një producent dhe një regjisor për këtë libër për ta kthyer në film, do pranoje? Sa do doja. Sa do doja. Po do i them një sekret. Sa ide e bukur kjo gjë. Shumë e bukur. Do i them një sekret personal, se kam thënë dikujt tjetër. Dhe sa mirë që më na thua në labirint. Vajza e dytë, Albana, është martuar me një djalë në Spanjë, në Madrid. Ka marrë fakultetin ekonomik këtu, ka punuar në institucion shtetëror të rëndësishëm. Dhe me ta është një personazh i cili merret me filmat e tij, një regjisor që merret me këtë kinematografinë shqiptare që jep digital apo? Jo, janë që duhet që i shohim në filmat në Netflix. Sepse nuk vjen ndonjëherë mendja. Po, pa diskutim. Është ngarkuar restart. Pa diskutim. Dhe ai më premtoi që i pëlqen shumë historia, që nga i arrestuar e tjerë mas 2 vjetësh ti je mbi ta. Këto janë raste të rralla që ndodhin. Raste shumë të rralla. Dhe të fuqishme dhe tamam për film. Dhe kur e bën me sukses, sepse ti je mbi ta, unë duhet të ish absolut. Që si thuash, tu tregoja që unë isha vërtet kundërshtari juaj politik, po s'kam qenë armiku juaj. Unë premtoj në studio sot në Labirint Tru që do mundohem me mishë me shpirt që të gjej producent dhe ta kthejmë këtë libër të art në film, sepse të rinjt dhe shqiptarët duhet njohin historinë për të qenë vërtet. Shumë faleminderit. Zot Javari, shumë kënaqësi, ne jemi shumë të nderuar që ishit pjesë e podcastit për sot. Po ne kemi edhe një dhuratë, sepse po erdhen në Labirint në Tru, nuk mund t'ikesh pa një dhuratë. Jam. Kështu që Denisa, jam shumë i nderuar. Për ju. Nga Enzo Atini që mund t'i provoni. Jemi kurioz t'i shohim atë shkojnë. Shpresoj të më shkojnë. Jam çik fytyrë gjërë kështu.
Kështu është anatomia. Sa bukur po dukeni zoti Havari. Mendoj që në film Zoti Havari tet personazhi kryesor. Po, dhe unë mendoj dhe do kërkoj dhe një rol për vete. Faleminderit Enzo Atini për syzet që na i mundsove për zotin Havari. Shumë faleminderit. Gjithashtu një falënderim shumë të veçantë do të kemi edhe për sponsorin ton Glow by File. Vendi ideal ku mund të zgjidhni fustantë më të bukura për çdo rast festiv që do të keni vajza nxitoni. Do ta gjeni në qendër të bllokut. Denisa, kuratori vizual Lendri Beqo, ka menduar një skic karikaturë, është jashtëzakonshëm, te libri tjetër do të ta bëjmë pjesë të librit. Shumë bukur. Ndaj ta mbash tek këndi yt i shkrimit. Në kornizë. Lendri Beqo, Faleminderit kuratori vizual. Kam portretin e Lidon, po kam dhe portret tjetër. Edhe Endri është një piktor i ri në moshë, por jashtëzakonshëm. Ne kemi kurator vizual të Labirint në Tru. Unë e falenderoj shumë piktori dhe janë të bukura edhe këto, jo vetëm ato vizuale gjithë një dashmir në foto, po dhe do karikaturat dashamirëse janë shumë të bukura. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe në podcast Labirint në Tru. Ishte kënaqësi dhe nder i veçantë për mua të kisha përballë. Edhe për mua është një nder dhe respekt për ju. Për Top Albania Radio. Faleminderit shumë. Rikthehemi në pjesën e fundit të podcast Labirint në Tru. Do të kemi kënaqësinë që sot të kemi të ftuar një personazh shumë të mrekullueshëm, zotin Krenar Ahmeti, ish drejtues si policisë rrugore. Nëse do të flasim një përshkrim të shkurtër për zotin Krenar, do të citoja. Ka mbaruar akademi në Turqi. Ka mbajtur poste shumë të rëndësishme në forcat speciale në Tiranë, në strukturat speciale të antikrimit. Shef qarkullimi në Tiranë, zëvendës drejtor i policisë së Durrësit. Dhe sot në Labirint do ta trajtojmë pikërisht temën e policisë si një term shumë dinamik, si një botë në fushën e korrupsionit, ndershmërisë, por shumë më tepër do të na thotë Joy. Mirë se erdhe. Jam e lumtur që je në podcast Labirint në Tru për shkak edhe të një njohje në kohën që unë kam drejtuar burgun e grave, dhe sa po më the po, unë ndjeva realisht e përgdhelur dhe e mikluar që një personalitet si puna jote e kam në podcast Labirint në Tru. Mirë se erdhe. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe faleminderit edhe për kohën, por unë jam rritë gjithmonë me një sens nga familja. Domethënë dikush kush të bën një të mirë, mos ja harro, thuj mos ta harrofsha, se ndoshta nuk ja kthen. Edhe unë nuk ta harroj atë të mirë që më bëre, që kur unë po bëja doktoraturën, ti më dhe mundësinë që pra kampionin e grave, pra të gardianeve, ta testoja dhe atë, brenda që duhet dija parametrat e nivelit stresit, sepse në atë aspekt ishte edhe doktoratura, nuk gjej fjalë me të falenderuar se keni mu jo vetëm për Krenarin, por edhe shkencën, sepse ato parametra janë marrë edhe nga kolegët mi jashtë shtetit gjitha dhe përdoren edhe sot, sepse janë matje të cilat janë shkencore, janë empirike, të cilat në një studim të më vonshëm ai imi ose dikujt tjetër janë si pika referimi. Shumë mirënjohje që e riktheve. Unë ne kam pas parimin numër 1 që mendoj ke pasur dhe ti, që të zhduk burokraci, dokumenta pafund, letra pafund dhe avokat, prokuror dhe kush vinte në institucionin e vuajtjes së dënimit 325, e dinte që kjo drejtoresh zhduk burokracit, sepse mua më dukeshin gjëra fiktive që pengojnë punën dhe nuk i shërbejnë në detyrës në të cilën unë isha emëruar. Po, zhdukja, unë do të isha me konceptin e thjeshtimit të burokracisë. Zhdukja, ose minimizimi i letrave, i dokumentave, minimizimi ose thjeshtimi, pra nëse është, po e themi këtë thjesht, nëse thysa është në kuptimin e fjalës 12 për mbi 4, bëj thjeshtimin me 4 edhe del qartë, sakt prerë. 4 mbi 12 më mirë se po të ishte mbi emëruesi 1 del prapë numër tjetër. Labirinti dashur koleg, dua të trajtoj si koleg sepse para kemi drejtuar të dy në sistemin e policisë dhe e dyta je investuar shumë tek jeta akademike dhe tek studimi monografive, mbrojtja doktoraturës që mua më pëlqen shumë kjo gjëja dhe dua ta trajtoj labirintin sot në formën e një pyetësori të lehtë. Pra, policin dua ta trajtoj si presion, si tundim, si sakrificë, si frikë, si ndershmëri, si korrupsion, si idealizëm
dhe si njerëz që luftojnë me veten. Si do e përshkruaje ti krenarin me 3 fjali në këtë përmbledhje? Presion, tundime, sakrificë, frikë, ndershmëri, korrupsion. Ku e gjen veten? Ose ku e ke gjetur veten ndër vite që drejtove? Sakrificë. Sakrificë në maksimum. Në gjithë pikpamjet, a? Sepse sakrificë ka qenë se të punoje dhe nuk mbaje dot familjen me atë rrogë. Kjo ka qenë sakrifica, do më thënë, peshën më të madhe të profesionit që unë kam ushtru dhe unë kam qenë në kuadrin e pasionit, e kam ndjek pasionin tim. Do më thënë, në parantez kjo, po kush më pyet tani që me këshilli i them, i bëj çmos që ta bind që mos bëhet policë. Sepse ajo është që nëse nuk e bën pa pasion, nuk ka... Jo, unë këtë i them. Dhe pastaj, mua, po të më kthesh prap në atë moshë, unë prap këtë rrugë do ndjekja. Pra, unë kam ndjek pasionin tim. Dhe njëjtën gjë bëj edhe unë, dhe ndaj dhe jam shumë e lumtur që të kam sot në labirint. Por fal sakrificës, a bëje një luftë të madhe me veten? Po patjetër, sepse kur je familjar, kur je familjar ti ke një detyrim i herë ndaj familjes. Dhe mu më vjen shumë keq që nuk e artikulojnë me forcën më të madhe që për sa paguhen dhe sa shpërblehen punonjësit e policisë, nuk e justifikon tërë atë mund që bëjnë. Unë nuk jam e informuar, policia për rrogat, policia rrugore me policinë e shtetit, a janë rrogat aty të policëve? Një lloj, ke parasysh sepse rrogat stratifikohen bazë gradës, bazë vjetësisë. Sepse policia burgjeve janë shumë të ulta se policia rrugore dhe policia e shtetit. Shiko, po ti hynim kësaj pune. Një natë të tërë. Doktoratura ime ka qenë stresi si rezultati i situatave traumatike të punonjësit të sigurisë publike. Dhe këtu të stratifikuar kanë qenë punonjësit e policisë shtetit, punonjësit e burgjeve dhe zjarfiksit. Dhe çështja më kryesore në të cilën ata e kishin burim stresi është pamjaftueshmëria materiale. Le pastaj të flasim për kompetencën sociale të shefave edhe për problematikat e tjera. Pra, por ka qenë pamjaftueshmëria materiale për me mbajt familjen. Dhe kjo është edhe burimi kryesor i shumë problematikave tjera, edhe të korrupsionit, edhe tendencës. Pra, domethënë duhet të jesh shumë me vullnet të hekurt ose të kish marru disa ose mos të kesh nevojën e një rroge që të dali patjetër në fund të muajit që të mbash familjen, ose ndryshe me aq lek, pra nuk mund ta mbash. Sado 1 milion lek të vjetra nuk mund ta mbash familjen ti me 4 veta, aq më tepër Tirana. Pra ne do të flasim tamam. Kjo është vërtet. Zoti Krenar, duke qenë se jemi në këto terma, sa e vështirë është të jesh sot një polic i ndershëm? Tani po të futemi në planin psikologjik, ndershmëria është çështja edhe e pritshmërisë ç'a pret ti. Sepse nëse ti do të tregohesh shumë i ndershëm, ti je i bindur që vetëm do të shfrytëzojnë. Është shumë e vërtetë. Ke përsëri. Dhe ti në një moment caktuar do ndihesh i shfrytëzuar. Kurse po ti vesh vetes barriera që ti nuk duhet, pra, unë them mos t'i hym kësaj më kujtohet të korruptuarit, Carl Gustav Jungu, i cili e ka bërë një zbërthim të jashtëzakonshëm të këtyre labirinteve në tru, por të gjitha këto labirinte, do t'ju kujtoj diçka, nga ana fiziologjike në tru kalojnë në një pikë të vetme, është përbashkët. Jo, nuk quhet emërusi përbashkët. Kalojnë janë si korsitë e autostradave. Që kalojnë në të gjitha kalojnë në pikë dhe quhet amigdala. Është sa një kokër bizeleje. Të gjitha këto, pra, pavarësisht sa në këtë fushë je i pasfidueshëm ja. Jo, po është fusha ime sepse kam studiuar 9 vjet kam mbaruar për psikologji. Mbas marrimit të psikologjisë kam marrë të drejtën për doktoraturë, marrova dhe doktoraturën dhe tash besoj do finalizoj edhe profesor i asociuar, dhe gjithë studimi im konsiston pikërisht mbi këtë, pra unë po ndjek pasionin tim. Kush është pasioni im? Vjesh të jesh bashkëprezantues me ne në podcast Labirint në Tru? Jo, nuk kam nuk e ndron këtë. Sepse ti flet shumë bukur, pra jo, nuk është çështje e Po jo, Labirint në Tru është shumë gjetje e bukur.
por sepse labirintet e trurit njerëzit janë gjëja më unë do të them vetëm një çka eksploruar. Unë do të them diçka. Truri mban skutat të errta që nuk i nxjerr në dritë kurr krenara. E nderuar. Çdo tru në këtë botë ka labirinte. Po janë të paktë ata që kanë rrudha mjaftueshëm që këto labirinte ti përdorin. Absolutisht e ke thënë bukur, sepse qelizat e trurit duhet vihen punë, këto rrudhat. Pikërisht pra rrudhat e trurit. Pra, tru edhe labirinte ka edhe ose un kafshën që e du shumë, për shembull është gomari. I ka tru shumë të madh. Po ta marrësh, un kam qenë i vogël me kishte ngordh një gomar dhe për me pa trurin, mora dhe ja çava kafkën edhe e pa trurin. Ishte tërë po. Horror në studio. Jo, pse nuk ka, është ke përgjithë do të jesh kurioz. Shiko, un kam studiuar dekën e parë, kam pas veterinari dhe un kam studiuar të gjithë qelizat e trurit gjatë kohës që kam mbaruar universitetin e parë. Që më ke fut në një labirint tjetër. Nëse ti ke mbaruar për veterinari, ti mund të flasësh me një polic për të gjitha njësitë ushqimore që janë të mistrit, të jonxhës stat. Po dush. Ke përgjithë futemi edhe në këtë fushë, sepse jam djalë agronomi. Në një farë formë më ka përsekutuar. Jo, një minutë se do të dal diku, mos më ndërprit vetëm, sepse un jam djalë agronomi dhe un jam rrit afër një agronomi që ka jam rrit si spartanët, si tarzanët. Për shembull, unë e pija direkt qumshin nga lopa të pazier. A thash që është personazhi jashtëzakonshëm, prandaj tha personazhi. Sepse me çeçeke veterinarit pazier dhe sepse ishte e kontrolluar dhe nuk kishte militencën. Biokimin dhe kam qenë mësuese biokimie, gjenetika, anatomie. Kam vite që jap si mamë dega e parë. Ajo mu dha sepse isha mecene biografi. Mos më ngacmo, se po të më japësh lapse letër, unë do të bëj këtë ciklin e Krebsit, këtë reaksion. Uve fërmarrjen qelizore dhe cikli Krebsit është këtë reaksioni në mitokondrin, pra është furra e qelizës. ADN-ja dhe RNA-ja i zbërthën në mënyrë perfekte, besoj, ja? Jo, edhe herë thash cikli Krebsit. Cikli Krebsit fërmarrja qelizore quhet ndryshe. Unë nuk e di termin shqip, po unë kam përborç të gjithë molekulat ATP-s të krijuara 36 molekula. Anabolizmi dhe katabolizmi i organizmit lidhen me ciklin e Krebsit. Këtë reaksioni nga fillimi deri në fund. Dhe u futëm në një shkencë që mund të kemi shumë komente aty. Jo, kjo ishte në parantezë. Pra, është punu një jetë të tërë. Unë në shpatullat e mia kam ndier sakrificën e policëve. Po. Si një polic. Jam munduar për atë edukat dhe formim që kam marrë që të kem kompetencën sociale. Dhe t'jesh dhe njerëzor. Kjo është pra kompetenca sociale, se nuk e din. Termi kompetencë sociale do të thotë ti punojësit tënd, atë superdoni, atë varcin, mos t'ia shpërblesh, ose të paktën thuj au lodhe. Të paktën veja dorën në shpatull në një moment caktuar. Dhe qetësoje në një moment stresi. Kompetencën sociale nuk e kanë sot drejtuesit e policisë, që pra ta shohin atë që kanë poshtë varcin si një qenie njerëzore. Dhe kjo është një mangësi shumë e madhe dhe kjo është një ndër burimet më të mëdha të stresit. Ne duhet marrim sa më shumë lajme nga ti. Ndonë se këtë labirint nuk e kemi ndërtuar për lajm. Në formë të përmbledhur 3 epokat e policisë rrugore ndër vite. 90 2000, 2000 2010, 2010 deri sot 2026. Kush ka qenë më e frikshme dhe më e rrezikshme për të drejtuar policinë rrugore? Jo, shiko, policia rrugore ka diçka. Ndryshe nga policia shtetit, ka disa fragmente. Policia rrugore është diçka që është e përditshme, kushdo qoftë. Në çdo stratifikim të shoqërisë, domethënë që duke filluar nga punëtori më i thjeshtë deri tek në thojza Grand Tet, thot francezi, kokat e mëdhaja kanë të bëjnë me trafikun. Dhe policia rrugore është një polici që është e ekspozuar direkt. Pra në ndihmën në mbikëqyrjen e trafikut dhe kështu duke qenë gjithmonë në fokusin. Futja e teknologjisë policinë rrugore për momentin në këto vite? Si edhe herë teknologjia, celularet, videot policinë rrugore a e vendosin në një presion? Jo, le ta vendosin, por bile nëse policia është korrekt. Më mirë thua? Po jo, më mirë. Në çdo moment. Patjetër, edhe shikoj, nëse punojnë si policisë është korrekt, le ta filmojnë, le ta monitoruar. Nuk ka asnjë problem, më kupton. Pra, një polic që
që zbaton ligjin, ndaç ta filmojnë, ndaç ta përgjojnë, ke parasysh se është veprimi. Duhet ta marrë te kitizi, domethënë, ta marrë çet. Jo, është veprimi më i thjesht, pra dikush të ketë frikë vetëm nëse ai bën shkelje të ligjit, e ke parasysh? Sakt. Pra, kurse le ta filmojnë. As frika as rrezik nëse je i ndershëm, je i drejtë. Shiko, ai keni vënë re se për shembull, në Amerikë për me mbrojt policin kanë vendos kamerën në makinë, gjitha. Unë për shembull nuk do të kisha kalu shumë peripeci nëse do të kisha qenë filmuar. Gjatë kohës që unë kam bërë veprimet procedurale, krejt korrekt me ligjin. A keni ndier ndonjë moment i presionuar në ndonjë situatë që keni dëshirë ta ndani? Jo, unë kam qef presionin, pse? Sepse jam i programuar të punoj nën presion. Nëse nuk ka presion, unë nuk jo, është lloj, pra labirintet e mia duan presion që të futen në punë. Duhet vinë në nivel, po është e vërtet sepse është lloj, unë vija nga forcat speciale. Dhe forcat speciale janë pikërisht të formuar dhe të për të përballuar presionin, të punojnë nën presion. Sakt. Ke parasysh, por duhet të them edhe diçka, presioni i pandërprerë dhe mosditja e relaksimit të vetes në momente të caktuara ti del. Çfarë humb shteti duke humbur personalitete të tilla si ti? Më fal si unë etj. Në qoftë se ti nuk i mban brenda sistemit këto persona. Unë shtetit tim i kam borxh shumë. Shteti im më ka dhënë kretë mundësinë, njëherë shkollohem në shkollat më të mira të botës. Dyta shëtis botën kryqe të shumë e bukur kjo që the, po. Kryqe të thorë për mua është investuar shumë dhe vjen një ditë bukur dhe më hedh në rrugë. Në fillim u mërzita, pastaj the dëmë. Jo, pastaj thash, çdo e keqe ka një të mirë. Po shqyr të paktën, domethënë kam arrit gati në atë pikë që them nuk kthehem. Pse do të kthehem unë për 20-30.000 lekë në ditë? Është katastrofë. Për 1 minutë duam 3 përgjigje të shpejta kush janë 3 drejtorat dhe 3 ministrat më të preferuar në historinë e njerëzimit për Krenar Ahmetaj. Duam emra. Me qenë se nuk e njeh historinë e njerëzimit edhe për Shqipërisë. Historinë e Shqipërisë. Po. Për shembull, preciz, jashtëzakonshëm, unë kam edhe shumë empirik, ka qenë Spartak Poçi. Domethënë unë ruaj një konsiderat shumë të lartë, a? Po, ai tip të detyrën edhe ne e banim detyrën pa ja nxif tyrën. Ja pse mbrojna kuadrit ligjor. I dyti? Si ministër. Po. Për zemër, pastaj kam pas zotin Nishani. Ai më dha të gjithë mundësitë mua për të shpalos veten ti. Po, me qenë violinë e parë thuhet. Erste Geige. Personi i duhur në kohën e duhur. Pra, zoti Nishani më ndihmoi, për bile edhe ai sa më ndihmoi, ai më tërhoqi edhe nga policia. Ka qenë i vetmi që mund ta bënte. I treti ministër? I treti ministër që ke simpati për të. Jo domosdoshmërisht ke punuar me të. Që kam simpati, domethënë nuk e di, po me të folme, domethënë më kanë thënë ka qenë Ilir Gjoni, domethënë komunikim, sepse shiko, me të dëgjuar e ke pas, me të dëgjuar, pra me të provuar në punë. Pra, ki parasysh, kanë qenë një elitë. Kanë qenë njerëz të cilët të formuar, të mirë formuar, me libra, me gjitha, pra në komunikim ka qenë perfekt. Këtë di. Domethënë për zotin Ilir Gjoni që ka qenë në nivel shumë të lartë. Ka qenë elita atëhershme, ishin fëmijët e bllokut, ata si u mungon të gjë. Si u mungon të asgjë. Ke parasysh, pra. Ishin mirë arsimuar në gjithë mirë të formuar, mirë të arsimuar dhe pra, domethënë nga komunikimi ka qenë perfekt në komunikim në mënyrën e organizimit. Meqense se labirintët janë 3. Për drejtora, do më pyet për drejtora. Du 3 drejtora. Për shembull, drejtori se tani punoj, jam edhe koleg me të, se ai ka doktoraturën, Ibraj. Domethënë ka qenë një person që filloi ta fusi policinë e shtetit mbi shina institucionale. Sakt. Kurse drejtor tjetër që unë jo në marrëdhënien personale, por vetëm në një moment që ndihmoj institucionin ku çoj se i thash për dikë, të lutem, çoje filani se s'do t'i bësh nder filanit, po do t'i bësh institucionit. Dhe ai më njëherë ma kryu këtë punë. Pavarësisht se kurrë nuk më deshti, edhe kurrë nuk isha as enturazhi ishte korrekt, a? Këtë jashtëzakonisht korrekt, institucionalisht, ka qenë Premçi. Ahmet Premçi. Ahmet Premçi. Edhe ai shkruan libra?
Si duket ne gjithë që punojmë polici vdesin në shkruajt libra. I treti? E i vërteti? I treti i vërteti do të ishte Krenar Ahmeti, po s'është. Sa bukur e ke përmbyllur. Do thënë, jo, po unë nuk mundem të gënjej jam vetë. Shiko, unë do të sepse një njeri që nuk do veten nuk ka si do i tjerët. Mendoj unë. Pikërisht unë duhet sa bukur na bëre këtë intervistë. Faleminderit. Do të kishin 3 këshilla të shpejta për një grua në polici. Për një grua në polici. Shumë e bukur kjo pyetja e Denisës. Është shumë e vështirë, unë i maj men, unë kam qenë gjenerata e parë e Akademisë Rendit ku u futën edhe vajzat. Unë kam shumë studentet mia që kanë kaluar në polici dhe që e duan si punë. Vajzat, po është e vështirë si profesion. Por prap nuk po e gjejnë veten, pra duhet ishin krah për krah sot paktën nëse kemi qenë në raportin atëherë ishim 2 klasa djem dhe 1 klasë vajzë, sot nuk janë 1/3 e policisë do të ishin femra. Sakt. Sepse sot është truri. Është truri që duhet të policoj, nuk është forca. Për forcë kena vinxhin, ne ngrem sa të dush. Atëherë këshillat? Këshilla pra vajzat vazhdojnë, i japin shiko, e latojnë edhe ambientin. Është më e rëndësishme. E ëmbëlsojnë, e zbusin gjithsesi ndoshta këtë. Patjetër, prania e femrës në polici, ata shumë bukur Krenar e vërtet. Shiko, kur I thu femër dikujt ke përgjigj. Që në ato moment I ke hy automatikisht në paragjykim. Një përgjigj është janë struktura kognitive. Megjithatë ato janë shumë të forta që të mos lejojnë ti paragjykojmë. Dhe në Labirint në Tru ne kemi dhurata gjithmonë, as I ftuar nuk iken pa u gëzuar. Për të gjithë mysafirët tanë, e Zotini. Një falësi për ju. Që mund t'i provoni tani në studio. Faleminderit. Shiko, do t'i provosh atë shkojnë? Po dhurata më e bukur për një polic janë syzet. Ashtu, ha? Po. Enzo Atini kije parasysh. Dhurata do bëjmë një episod të veçantë për policën. Do t'ju tregoja diçka. Për shembull, atje ku un jam formu, Francë, Gjermani, kur polici nuk I hiq syzet. Syzet janë mjet pune. Në punë. Edhe varësit e mi, kur unë I jepja dorën, ata hiqnin syzet. I thash, më fal, pse I hiq syzet? I theja. Syzja është mjet pune, ty të ruaj syrin. Të mbron shikimin dhe të mbron mendimin. Aq më tepër kur janë safety, sepse kanë cilësi të caktuara. Edhe mendimin ta mbron syzja. Po ka edhe efekte tjera që s'po I hym, por I thesha unë, kur ma jep dorën, ti ja e heq orën? Jo, atëherë edhe syzja janë një aksesor. A mund t'i provosh? Pra dhe çdo punë në polici. Ma gjetëm pikën e fort. Faleminderit. Faleminderit Enzo Atini që na gëzon të ftuarit tan. Gjithkush e do një dhuratë në këtë botë. Po, edhe mreti thotë I pranon dhuratat. Po ti je I bindur që është dhurata e parë si polic. Ashtu a? Po sinqerisht. Sa e bukur kjo. Energji fantastike sot me Krenare në studio. Sa të shkojnë fiks është edhe ti je për personazhin brand ambasador I BIRI I syzave Atini. Por ne kemi kurator vizual që është Endri Beqo që udhëron të ftuarve nga një skic portret. Sa kënaqësie. Do ta mbash në dhurata e dytë. Në kornizë. Patjetër, do ta fus në kornizë edhe dhurata e dytë. Po. Si ish drejtor policie. Ja, të shkruante. Ja, këtu do ta shkruante. O Krenar Ahmeti, mos u fry si gjeldeti, se si ty ka sa dush. Mund ta shtoj tani. Po s'ka si ty. Ne thamë që ka vetëm një krenar. Ne nuk ka, thotë Denisa bukur, nuk ka si Krenar Ahmeti. Ki parasysh që un jam familje piktorësh, a? Absolutisht e di dhe prandaj njeh mirë portretin. Faleminderit që ishe në Labirint në Tru. Faleminderit për kohën, edhe shiko, është në emisionet e para që të paktën mundezen ato pipthat për me fol për trurin, se truri është gjëja më e rëndësishme. Që vlerësove dhe titullin. Do të them vetëm diçka. Në diskutimet që bëjmë ndërmjet kolegëve, me psikologët themi, kush është fatkeqësia më e madhe që mund ta gjejë njeriu? Dhe të gjithë kena rënë dakord në një pikë, që ne vim njerëz në këtë jetë dhe vdesim kafsh. Pra truri do gdhën, pra ka shumë labirinte, por rrudha në trun sa kena. Por ka pak. Faleminderit që ishe me ne. Ky ishte podcast Labirint në Tru për ditën e diel, një drekë të këndshme gjithë shqiptarëve. Mirëmbëjtje.